përsëri të ishim po ne deputetët nismotar që të pranonim që në listën e barnave narkotik dhe lëndëve psikotrop të shtoheshin ato lëndë që janë shumë të rrezikshme. Shumë nga kolegët këtu e përmendën rolin jashtëzakonisht të rëndë që kanë substancat narkotike sintetike dhe ato që janë mjek dhe kanë informacion nga mjekësia dhe kanë informacion dhe lexojnë më shumë se ç'po ndodh sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ç'po ndodh sot në Europë, e kuptojnë shumë mirë ku e kam fjalën unë, që një prekusor sintetik i përfshirë në listë është shpëtim i qindra viteve jetëve të rinjve, jo vetëm shqiptar, por në mbar globin. Dhe ajo thirrja që unë do të kisha si e ulur në këtë parlament dhe me një eksperiencë disa vjeçare, do të ishte, mbani kolegë të njëjtin qëndrim kur jeni në parlament. Unë për vete nuk di të bëj aktrim, po kjo nuk do të thotë që më përjashton nga ky parlament. Pra, ky parlament nuk ka vetëm vend për aktor, ka vend për deputet që punojnë dhe edhe pse janë me pak eksperiencë disa mujore, kanë arritur të prezantojnë nisma në parlamentin shqiptar. Shikoni ç'a mund bëni për mirë për këtë vend dhe do t'ishte shumë mirë që kur ju pritet fjala, jo këtu në parlamentin tonë, se s'ka për të ndodhur, po kur ju pritet fjala në parlamentet europiane, të paktën atje të zbatoni rregulloren. Dhe mbi të gjitha, kur është fjala për të respektuar njëri tjetrin, do të respektojmë njëri tjetrin. Ju do mbani qëndrimet tuaja politike, por historia e ka treguar që me këto qëndrime politike, rezultati është ky. Tani, nëse ka gjëra për të korrigjuar, patjetër, gjithë bashkë do të pranojmë që kemi plot gjëra për të korrigjuar. Por ju çoheni dhe ju thonë ndërkombëtarët, jo më me Molotov, por me variante të mira politike për vendin tonë. Jo më me protesta që sjellin shkatrim, por me bindje politike për qytetarët. Ndërkohë ne duhet vazhdojmë punën tonë, sepse ne nuk punojmë vetëm për të dëgjuar njëri tjetrin këtu. Ne kemi një detyrë që na është ngarkuar dhe besoj që rezultati 11 majit është një peshë shumë e madhe në shpatullat e gjithë secilit nga kjo anë. Është peshë shumë e madhe dhe dua ta theksoj, sepse kur vinë ndërkombëtarët dhe na mbështesin dhe na thonë që shikoni, po bëni punë shumë të mirë. Duhet vazhdoni të bëni të njëjtën punë. Ne duam ta bëjmë punën me ju, nuk duam ta bëjmë të punë vetëm, sepse në fund të gjithë kësaj gjëje që po bëjmë, do t'jetë në nderin tuaj ta pranoni anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I nderuar kolegë, në fakt përplasja e dorëve tua mua më jep një lloj kurajo sepse mendoj që bashkëpunimi do vi, edhe pse mund të jetë i largët. Edhe për ato reforma që ju jeni të vendosur që herë thoni po, herë thoni jo. E kuptoni shumë mirë që janë dy reformat bazë shtylla jonë. Kështu që ju lutem, duhet t'i mbahemi fjalës dhe ky parlament nuk ka më nevojë për aktrime. Unë ju flas me shumë zemër dhe ju thash, janë shumë vite eksperiencë dhe kam parë plot ngjarje jo të bukura në këtë parlament. Por ajo që ne duhet na angazhoj këto 2 vite, duhet jetë bashkëpunimi. Edhe në qoftë se hapur nuk e bëni dot bashkëpunimin, gjeni një mënyrë, sepse në fundit, do t'ju thonë, do t'ju mbështesin edhe ato votuesit tuaj të PD-s. Do të arrin ta kuptoni dhe ju që edhe ato po përpiqen shumë për këtë proces. Edhe ato vetë po përpiqen, sepse e shohin që përpjekja po bëhet për rritjen e ekonomisë, përpjekja po bëhet për të rritur pagat, përpjekja po bëhet që legjislacioni ynë të shkojë paralelisht me BE-n, që ne të thithim ato fondet e Bashkimit Evropian që i takojnë në fakt vendit tonë për të qenë edhe ne barabar me Bashkimin Evropian, por në një hap që duhet hidhet hapi i duhur, në kohën e duhur, jo të nxitojmë, por të bëjmë gjën që na është ngarkuar. Ju faleminderit dhe unë shpresoj shumë sinqerisht që
ne do të kemi shumë hapësira për bashkëpunim. Nuk e shoh fare kështu të errët këtë gjë, sepse na takon ne 240 deputetë të parlamenti që për 2 vite të bëjmë të mundur antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Shehaj dhe më pas zoti Balla. Zonja Nënkryetare, faleminderit për fjalën. E kam realisht të vështirë, zonja Nënkryetare, të kuptoj se ku gjeni kurajon të vini këtu e të flisni për fondet e Bashkimit Evropian. Fondet e IPARD-it, 130 milion euro, zonja kryetare, ju i ndat me miqtuaj, me kryetarët e bashkive, me familjarët e deputetëve, të ministrave. Bashkimi Evropian i ndaloi ato fonde dhe tha, jo vetëm që nuk japim këto 100 që duhet të merrnit, por duhet na ktheni 30 që keni vjedhur. Dhe nuk e kuptoj si vini këtu e thoni do shtojmë fonde. Ne fondet i kishim, zonja kryetare. Ishin këtu. I kishte qeveria, thjesht do t'i shpërndante, t'i merte nga llogaria bankare e qeverisë dhe t'ja jepte qytetarëve fermerëve. Këtë s'bët dot ju dhe ju flisni për plane. Kur nuk bëni një gjë kaq elementare, zonja Nënkryetare, si do i bëni gjërat e vështira? Këtë nuk e kuptoj. Si mund të vini të talleni këtu? Por nejse, kjo është një histori e vjetër, fatkeqësisht, po duhet t'ja kujtojmë qytetarëve shqiptar. Sot në fakt duhet të sjell në vëmendjen tuaj një problem tjetër shumë të madh. Nuk ka ditë që nuk ndodh një konflikt për pronat në këtë vendin ton të varfër, të vogël, nga i cili gjithu antikin. Çdo ditë ka një konflikt për pronat. Ja ku e keni sot pamjet e qytetarëve shqiptar që protestojnë për pronat e tyre, përleshen me policinë, sepse policia me urdhrin tuaj shkon atje për të mbrojtur oligarkët, për të mbrojtur miqtë tuaj. Ja ku i keni. Ja ku janë pamjet, edhe sot shfaqja e përditshme, sepse ju nuk e pranoni dhe nuk e imagjinoni dot se si mundet të zbatohet ligji dhe prona të shkojë tek pronarët legjitim dhe jo në xhepat tuaja dhe jo në pronësinë tuaj. Sepse ne këtu flasim për shumë gjëra, por nuk flasim për radhët e qytetarëve. Dhe ne nuk do lodhemi pa përmendur çdo herë që marrim fjalën pa drejtësinë më të madhe që i keni bërë këtij populli. Dëgjoni vetë me veshët tuaj, se po nuk e tham, po nuk e sollëm këtu. Me venim me gjykatash dhe me të tona. Bashkim ulaj. Na ka kërkuar 3 herë me radhë dokot me ta për punë pazarit. Na më mirë me shku mu me të në bunë, me çmimin si na ka vonaj. Kjo rrugë që kalon këtu, është e fshatarëve? Dhe në funit Bashkimi Ulës thotë, ja, sillame në rrugë tjetër, nuk ka problem. Kaq mundësi kena na. Do ketë përplasje fizike. Ka mundësi se një liri a fitu në asnjë shtet botës pa gjak. Edhe këto liria e jonë është prona. Ai veç se ka ardhur këtë për këtë fatë Roma, toka është e jona, ai s'ka punën e tonën. Ç'a don? Janë në tokën e tyre, janë në pronën e tyre që ju po i vidhni. Tani konfliktet mbi pronën janë të përditshme. Unë nuk di të them kush ka të drejtë në këtë rast, si në shumë raste të tjera, por unë di të them aman me kë jeni ju. Interesin e kujt mbroni ju. Dhe interesin e kujt mbroni ju e keni treguar e tregoni përdit në këtë parlament, duke marrë vendime gjithmonë në favor të fortëve, në favor të atyre që kanë pushtetin, në favor të atyre me të cilët ju ndani pronat. Dolën përgjime të Belinda Ballukut, ku për pikërisht për këto oligark e thot shprehimisht, për rrugën Thuman Kashare kanë fjalën, 1.3 miliardë euro, dhe thot Belinda Balluku, po i bëjmë nderin e jetës. Ju midis interesit të qytetarëve, që të argjonin sa më pak për të ndërtuar rrugën, ju zgjodhët t'i bënit nderin e jetës një oligarku. Tani duke lexuar to përgjime,
Çfarë duhet të mendojë ai qytetari i thjesht atje? Me kë jeni ju? Me kë mund të jeni ju në përplasjen për pronën midis qytetarëve dhe oligarkut? Pasi vetë e keni pranuar që keni bërë nderin e jetës një oligarku. Ju jeni gjithmonë me abuzuesit, sepse abuzoni bashk. Ju nuk i bëni nder në fakt askujt. Nuk e beson njeri Tauland që kjo qeveri dhe Belinda Balluku u ngrit një mëngjes e tha priti bëj një nder unë këtij zotris, sepse jam sot dua të bëj një nder dhe zgjedh i bëj nder atij. Po jo, nuk është kështu. E vërteta është që ju jeni ortak. Ju nuk i bëni asnjë nder atij. Ju me atë ndani parat, sepse një pjesë e merrni prap. Dhe nderi në fakti, vetmi nder që i bëni atij është që kur zgjidhni dikë me cilit ndani parat, zgjodhet pikërisht atë. Ai është nderi që i bëni, sepse zgjodhet atë, mund të zgjidhni dikë tjetër, po ju zgjodhet atë. Dhe ky është nderi që i bëni, sepse zgjidhni atë si ortak, se atij nuk i bëni ndonjë nder të madh, jo. Ju nderin ja bëni vetes tuaj. Dhe pse e bëni, ose pse keni mundësi ta bëni? Sepse keni kapur drejtësinë, deri dje e kishit drejtësinë totalisht në kontroll. Ndërkohë që ne flasim këtu, është mbledhur gjykata kushtetuese. Dhe për herë të dytë ka njoftuar që do marrë një vendim. Gjykata kushtetuese për herë të dytë tha do marrë vendimin në lidhje me pezullimin e Belinda Ballukut. Që do të thotë një zyrtare lartë, zyrtarja e dytë më lartë në qeverinë e Shqipërisë, mund të qëndrojë në detyrë, ndërkohë që Spaku e akuzon sepse ka vjedhur dhe ka abuzuar me fondet e qytetarëve shqiptar. Kjo është pyetje e madhe. Tani, qartësisht, gjykata kushtetuese nuk ka rrugë tjetër veç se të jetë me drejtësinë, në mbështetje të drejtësisë, në mbështetje të luftës kundër korrupsionit, në luftën kundër pandëshkueshmërisë në këtë vend. Ky është një moment historik për të cilin nuk flet askush. Përveç se keni sulmuar gjykatën kushtetuese dhe Spakun, me këtë punë nuk merreni. Dhe gjykata kushtetuese për herë të dytë tha, nuk e marrin dot vendimin. Iku, edhe sot nuk del vendimi. Në fakt vendimi është marrë. Por Edi Rama ka marrë peng, po tenton të marrë peng gjykatën kushtetuese. Nuk e lejon të marrë vendimin e duhur. Vendimin historik të pa precedent në këtë vend, që një i korruptuar, një abuzues nuk mund të qëndrojë në detyrë. Dhe Edi Rama nuk mund ta pranojë këtë gjë, dhe po bën çmos që mos të lejojë gjykata kushtetuese të marrë vendimin në favor të drejtësisë, në favor të qytetarëve shqiptar. Imagjinoni, çdo ditë del me një kërcënim. Po ta dëgjoni dije dolët gjithë majoranca, të gjithë gazetarët dhe analistët e majorancës dhe diskutonin për hallin e madh të shqiptarëve sipas jush, kësaj qeverie, rrogat e gjyqtarëve. Problemi i madh i këtij vendi na qenë kanë rrogat e gjyqtarëve. Çdo ditë me të njëjtin kërcënim. Si nuk vjen turp njerë. Belinda Balluku me një dorë ka marrë 50 milion euro në tunelin e Llogaras. Si su vjen turp, nuk e kuptoj. Dhe ju dilni pa pikturpi, thoni rrogat e gjyqtarëve. Rrogat, aq më tepër që rrogat e gjyqtarëve keni vendosur ju. Dhe nëse ju nuk doni t'ja ulni rrogën gjyqtarëve, mblidhuni, merrni një vendim dhe ja ulni. Uljani, nëse keni kurajo. Jo me kërcënime, jo me linçime. E kuptojmë që u ka kapur një hall i jashtëzakonshëm. Sepse politika në Shqipëri nuk ka parë ndonjëherë drejtësi. Për juve ishte pa imagjinueshme që kryetari juaj i Bashkisë Tiranës të merrej zvarr nga zyra dhe të çojë në qelinë e Burgut. Për juve ishte pa imagjinueshme. Për ju ishte pa imagjinueshme që Spaku të vinë në parlament të dërgojë një shkresë dhe të vi këtu e të thotë duam të arrestojmë zëvendës kryeministren. Për ju ishte pa imagjinueshme dhe ju duhet ta ndaloni me çdo kusht këtë gjë. Por duhet të dini që njerëzit ju duan para drejtësisë. Njerëzit duan që ju mos të vazhdoni t'i vidhni. Njerëzit janë me drejtësinë, janë me Spakun dhe ju nuk keni çfarë të bëni. Faleminderit. Zoti Balla, keni fjalën dhe këtu mbyllen diskutimet për këtë pikë të rendit ditës.
Si the për Erion Veliajn? Si the? Po Erioni si thonë të Erioni për ty? Histori, suksesi. Goni, na erdhi Goni, na ka hapur, ka ardhur këtu për të na sjell modelin, nuk po shpik. Po i referohem lajme publike të një vizite që ministri për mirëqenien sociale ka bërë në biznesin e një sipërmarrësi që kishte ardhur edhe po investonte edhe ministria po e mbështeste. Shiko, burria nuk është kusht që vetëm të veshësh pantallona. Se mund të edhe të veshësh pantallona, po prap ti për fatin e keq. Ashtu siç ke hyrë në këtë sallë në 2017, ta kam thënë shpesh. Se ma kanë thënë ata që të sollën si erdhe. Nuk bëhesh dot politikan o agron duke paguar para për të hyrë deputet dhe duke bërë boost postimet Facebook. Kash. Ngulite këtu. Ngele duke paguar lekët ditë për ditë aty. Je politikani që paguan më shumë lek për të bërë shere dhe booste faqen tënde. Shko, a lek gjaku, a manër ti, se ti s'ke faj se ti lek gjaku i ke, se je i vetmi porta borsa që paguash me lek me buxhet shteti. Tani, kalojmë në gjëra, kam drejtë edhe fin këtu, mos unë zeftë të ditësh, se e kisha për lullin. Kjo pjesa replikës, zonja drejtuese sa në 2 minutë që më takon për replikën me zotrin. Tani kalojmë tek gjërat që na sjell populli të flasim. Si fillim, do kërkoja edhe mbështetjen e secilit për jush këtu. Do kisha dashur shumë të ishte edhe ministrja, po për arsye objektive nuk është.